sa shtëpia prishën komplet? 74 objekte ndërhyet. Ndërhyrja është që nga prishja, rikonstruksioni, marrjet dhe trualli. I merr dhe truallin, oborin. Çështja është që këto bëhen pa dieni. Kjo është gjë akoma dhe më flagrante në këtë histori. Nëse në rastin tim unë pata rastin të nëpërmjet mundësive të mia për ta marrë njerëzit këtu, asnjëri s'ka pas dieni. Kur e morën vesh? Me fletën që i erdhin me 26 gusht, me vendimin e 26 gushtin për shpronësim, i vjen një letër në derë dhe i thotë shtëpia jote transformohet. Shtëpia jote fare. Po se është përfolur që para 2-3 vite. Por është përfolur, shiko, diferenca nga përfolja, nga media, nga prezantimet publike, kur ty të prekin objektin tënd, institucioni duhet të vjetë objekti jot, duhet të pyesi ose prit, duhet që kur hap projektin, që është hapur plani menaxhimit, duhet të thotë që unë kam një plan në shtëpinë tënde. Edhe për ta diskutuar. Dhe pastaj ligji e ka të vendosur, vetëm më i fundit është i 20 i dyti i 20-s që ka lidhje me trashëgiminë kulturore, ku thotë njerëzit duhet i marrësh nominalisht dhe me proces verbal mendimin, sugjerimin, shtëpi. Po pyetja është e thjeshtë. Kur na shpronsuan na kanë gjetur nominalisht të gjithë. Zotërit kanë ardhur nga Italia, nga Belgjika, nga si më thënë të themi e vendet. Si e pas ke gjetur ti kur e shpronsove dhe nuk e gjete kur hartove projektin? Ligji i planifikimit të territorit, ligji që rregullon studimet mjedisore që shoqërojnë këto, quhet impakti social dhe mjedisor i planeve të zhvillimit, e ka shumë të shkruar në mënyrë eksplicite konsultimin me publikun me firmë, ku secili nga këta banor duhet ishte dhënë. Tani ky projekt e ke parë. Çfarë ke të sjell ndryshe në atë? Do bëj rrugë të reja, do bëj lulishte? Absolutisht, ai do pastrojë në mënyrë selektive shtëpi, do marrë obore, do shkon merr prona deri përtej zonës që ka qenë pjesë e tidit në fillim, pra ka shkuar deri në kufite kishës ortodokse, kishës katolike dhe deri në cep, ku një shtëpi e merr dhe një se merr. Do të thënë këto për ta parë tamam, këtë ne na duhet më shumë informacion. Pra ju po thoni që ka selektivitet. Pa diskutim. Po kjo është gjëja më skandaloze. Pra janë ngjitur ajo që thash unë hyrje, sa i pretendimi juaj është që unë e thash në hyrje. Po kjo nuk është problemi. Janë dy shtëpi ngjitur, njëri prishet, njëri s'prishet. Sepse kjo ka të bëjë me kjo tregon se sa i pa përgjegjshëm është projekti. Po e kuptoj. Ore, kjo që prishet, çfarë bëhet trualli kësaj? Bëhet lulishte. Lulishte. Me 3 stola. Po ti që ta prishësh atë duhet ta justifikosh. Aty ka raste objekti që prishet ka murin 500 vjeçar, të 1500-s. Të Turqisë ka shtrezime. Ky qytet ka shtrezime. Se ka objekte që janë të vjetra dhe do prishen. Dhe prishen, sepse aty objektit, shiko, në urbanistik ka një term, shtrezim urban. Po, e kuptoj që dhe në shtrezimin urban ti e shikon edhe në këtë murin këtu, gjen tulla të kohës romane, të kohës otomane, etj, që ky është kështu i pastër. Mendo të shkosh në lagjin e Banimit, shkoni në Berat, shkoni në këto vendet, shkoni në Dubrovnik. Dhe ky prishet. Dhe këto tani, do të thënë që ta kapim këtë si problem, do na duhet të shohim si janë dhënë termat projektit, termat e referencës. A ju ato si keni? Normal, ata nuk ka, teri informativ është një nga problemet. Nuk gjehet asgjë online, nuk gjehet asgjë në kohën e konsultimeve, tash kemi për kërkesë. Ti po kërkon një informacion që duhet ishte që në 2022-shin, po e kërkon tani kur ka filluar ta bëj planin. Kur ka ardhur letra. Po, ishte me gusht 25-s ka dalë nominativet për 3 muaj do t'i shpronësoj njerëzit. Dhe një pjesë e banorëve nuk janë këtu ke muri, janë larg. Janë larg, po dhe këta që nga këtu e deri larg, çrëndsi ka. Nëse projekti qoftë edhe 2 nga këta gjenden me gabime. Nëse edhe 2 nga këta njerëz i është bërë pa drejtësi, duhet ndalohet. Tani këto shtëpia janë banuara se ka i pretendim që janë të pabanuara. Dhe gjëja më e trisht në këtë histori është janë gjithë familje dursakësh të vjetër. Ky është dursi i vjetër. Kjo është bërthama e dursit të vërtet. Tu gjen do ju vë në dispozicion listën me janë gjithë emrat e dursakëve të vjetër aty. Do me thënë, kjo është një goditje, prandaj dhe në këto parulla tona gjen pikërisht këtë, që na kanë lënë, kjo është, ja si e kemi atë, kjo është dëbim. Projekti ti nuk është zhvillim, është dëbim. Ka ai po do me thënë, unë përdora sot një term shumë interesant, është bërë playground to the rich, është një shprehje. Fush loje
për të tallur të pasurit apo mafiozët apo kushdo qofshin. Dhe kjo nuk mund të ndodhi me njerëz që përveç që kanë mbi një shekull këtu, me shtëpia që kanë mbi një shekull këtu, por me njerëzit e zakonshëm. Dhe gjëja më e tmerrshme mbas gjithë kësaj historie është se edhe sikur ata ti kishin shpërblyer. Në qoftë se këto banor nuk do donin të lëvizni, nuk duhet ta lëvizi. E ka eksplicite në ligj. Në qoftë se këta njerëz duan ta rikonstruktojnë, ligji e parashikon që i jepet e drejta pronarit njëherë ta bëjë rikonstruksionin. Nuk mund të vinë një nga jashtë të japi një letër e thotë të rikonstruktoj shtëpinë tënde. Sikur edhe me arta veshi. Është jashtë çdo sensi zhvillimi. Do të thënë po ti numërojmë shkeljet në këtë projekt janë pafund.